Personat që hanë 2 vezë në mëngjes urgjent duhet ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Veza është padyshim përbërësi kryesor I një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumuarit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit kur konsumoni të paktën 2 vezë të ziera çdo mëngjes? Organizmi juaj do të marrë shumë përfitime nga konsumi I vezëve të ziera, dhe në këtë video do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të merrni sipas tyre, sipas Eating Well. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ju mund të ulni riskun e shfaqjes së problemeve kardiovaskulare. Kolesteroli I lartë është një rrezik pasi jap mundësi të lartë edhe zhvillimit të problemeve të shëndetit kardiovaskular ose ndryshe sulmit në zemër. Vezët nuk e rrisin kolesterolin sigurisht në formën e tyre të zier, do t'i japin përfitime mbreslënse organizmit dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet që I kasnosen asaj. Pasi janë të pasura me yndyrna omega-3 të cilat mund të zvogëlojnë nivelin e triglicerideve në gjak. Ju keni mungesë të acidit folik dhe keni një rrezik më të vogël për ndonjë defekt të lindjes. Një vezë është plot me vitaminën B9. Kjo vitaminë quhet gjithashtu acidi folik. Nëse keni mungesë të acidit folik gjatë gjithë shtatzanisë, ju mund të dëmtoni sistemin tuaj nervor qendror të fëmijës së palindur, por edhe trurin e saj dhe kurrizin. Ngrënia e vezëve do të furnizojë edhe sasinë e mjaftueshme të acidit folik për ju dhe për fetusin, duke dhënë kështu rezultate mbreslënse për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Presioni juaj I gjakut do të ngadalësohet ndjeshëm. Sipas një studimi të Cartier, e cila është qendra mjekësore e vendosur në Berlin, konsumi I disa vezëve me rreze të lirë mund t'ju ndihmojë kundër problemeve të lëkurës dhe të zvogëlojë procesin e plakjes. Ulëntuesi profesor Jürgen Landemann dhe doktor Caroline Hestenberg arritën të provojnë se vezët nga pula me rreze të lirë ishin plot me nivele të rritura të pigmenteve të verdha organike, të cilat janë të bollshme në karotenoide dhe antioksidan. Këto janë veçanërisht të dobishme për procesin e plakjes dhe ngadalësimin e saj. Trupi ynë nuk mund të prodhojë karoten në vetvete, kështu që një burim I mirë që mund ta merrni atë është edhe përmes ushqimit. Risku I problemeve nga radikalet e lira do të ulet ndjeshëm me konsumin e vezëve të ziera. Sipas një studimi të kërkimit të problemeve të gjirit, konsumi I përditshëm I vezëve do të zvogëlojë riskun e problemeve të gjirit me 18%, sidomos te vajzat adoleshente. Është I mirë për mëlçin, flokun dhe lëkurën tuaj. Vitamina B12, proteina dhe biotina janë një pjesë shumë e rëndësishme e vezëve. Nëse keni nevojë për të gjitha këto për të pasur lëkurë rrezatuese dhe flok të shëndetshëm, vezët përmbajnë squfur dhe proteinë të cilat janë të mira në rastin e flokut të dobët. Vezët janë gjithashtu të bollshme në lektin dhe kjo është veçanërisht e mirë për problemet e zorrve dhe ju ndihmojnë në procesin e detoksifikimit. Sytë tuaj do të mbeten të shëndetshëm. Vezët gjithashtu mund të ndihmojnë të keni një shikim më të mirë. Ato përmbajnë mjaft zeakanthin, vitaminë A dhe lutein, të cilat janë jashtëzakonisht të dobishme për shëndetin e syve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi I vezëve të ziera në dietën tuaj do të ofrojë gjithashtu yndyrna të mira. Vezët e ziera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat do të ndihmojnë edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit dhe do të ulin riskun e sulmeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës e përrjedhojë edhe niveleve të sheqerit në gjak. Vezët e ziera do t'i japin përfitime të mira të proteinës. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha, proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj I syve gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi I vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek vezët është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës.
mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni të keni kocka të forta, atëherë shtimi i vezëve të zjera në menunën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje fantastike me dobi të larta ushqyese. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe ëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të përkthehet në një mburojtje të vërtetë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Sipas disa ulëntimeve të publikuara, ngrënia 1 deri në 2 vezë në ditë është një sasi e shëndetshme për shumicën e njerëzve. Nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinave, mund të konsumoni edhe më shumë se sa kaq, por jo të gjithë ekspertët janë në të njëmendje lidhur me sasinë. Kur konsumohen në mëngjes, vezët kanë treguar se janë edhe një burim i ndjeshëm që mund t'ju bëjnë të ndjeheni të ngopur për më gjatë. Vezët dikur konsideroheshin burime ushqimore të pashëndetshme për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve me zemrën. Fakti se verdha e vezës përmban kolesterol ishte arsye kryesore për këtë arsyetim. Megjithatë, ulëntimet e mëvonshme kanë zbuluar se vezët nuk e rrisin në riskun e sëmundjeve në zemër. Një vezë e vetme përmban 186 mg kolesterol dietik. Sipas udhëzimeve dietike të amerikanëve, njerëzit duhet të mbajnë sasinë e kolesterolit sa më të ulët jetë e mundur dhe të konsumojnë gjithashtu një dietë e ekuilibruar. Vezët janë një burim i mirë i vitaminave dhe proteinave. Janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jodin dhe folatin. Të vegjëlit mund të konsumojnë një vezë në ditë. Vezët janë të pasura me hekur, proteina, acide yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kërkesat tona ditore për proteina. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë deri në 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon trupin të përthithë kalciumin dhe shëndetin e kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidantin lutein dhe zeakantin, të cilat reduktojnë riskun e formimit të kataraktit dhe degenerimit muskular. Vezët janë të mira për shëndetin dhe konsumi i tyre në rekomandimet e duhura mjekësore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësi më të madh të komplikacioneve të tyre. Ekspertët tregojnë se shtimi i vezëve në dietën tuaj ditore mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë shëndetësore dhe më pak komplikacione që e rëndojnë në shëndetin tuaj. Ndaj, konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietat tuaja mund të përkthehet në një mbrojtje të veçantë ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore. Vezët konsiderohen gjërësisht si një nga burimet më të vlefshme të proteinës cilësore. Proteinat janë bloqe ndërtuese të jetës, thelbësore për fuqinë dhe riparimin e muskujve dhe të indeve, me një vezë të vetme që do të ofrojë 6.3 gram proteinë. Avantazhi i fuqishëm i proteinës te vezët lidhet me faktin se vezët përmbajnë edhe 9 aminoacide thelbësore, një sasi e mjaftueshme për të mbështetur rritjen efektive të muskujve, rikuperimin dhe mbarvajtjen. Vezët do të përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë. Vezët ndihmojnë në rritjen e niveleve të lipoproteinave me dëndësi të lartë ose kolesterolit të mirë siç njihet zakonisht, dhe kjo është një arsye pse vezët kanë gjetur të jenë pak ose as pak me efekte të dëmshme për sëmundjet e zemrës. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës D. Të verdhat e vezëve janë pjesë e vogël e ushqyesve që përmbajnë në natyrshëm vitaminën D, dhe gati 1/4 e të gjithë të rriturve vuajnë nga një mungesë e lehtë ose e moderuar e kësaj vitamine. Vezët janë të mira edhe për shëndetin mendor falë vitaminave dhe mineraleve që ato ofrojnë, siç është vitamina B2, B12, kolina dhe hekuri dhe triptofani, që janë të lidhura me ndihmën në reduktimin e riskut të ankthit, simptomave të depresionit dhe ndihmës natyrale që mund t'i japin gjithashtu për cilësinë tuaj më të mirë të gjumit. Ndaj, konsumi i vezëve me moderim në dietën tuaj mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje të vërtetë ushqyese për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.